Po e nisim me deklaratën e fundit të Zelenskit, sepse janë deklarata deri diku kundërthënëse me ato çfarë thanë përfaqësuesit pikërisht të këtyre dy shteteve në takimin e fundit, thanë se ishin të kënaqur me rezultatet dhe se ishin të gatshme për një raund të ri bisedimesh. Në anën tjetër, dje vjen një deklaratë e Zelenskit e cila thotë se Rusia po shmang negociatat. Po, Zelenski duket që është në një pozicion ku nga administrata amerikane dhe konkretisht nga Trumpi e kanë duket dilemë deri në fund të muajit, fillim qershorit, që duhet të jap një përgjigje rreth asaj që miraton aty pika që ka ofruar Trumpi për Ukrainën. Dhe mendoj që është në një presion jashtëzakonisht të madh dhe kuptohet dorën zemër fajtor për gjithë këtë blokadë, po edhe që nga fillimi i sulmit, me 24 bëhet 4 vite, do thotë hym në vitin e 5, është Rusia ajo që shmang negociatat, taktizon, në momentet të caktuara kur i nevojitet rusëve, janë gatshëm për bisedime, në momente kur ata e shohin që nuk është e arsyeshme dhe konvenueshme për ta, ata i bishnojnë tërë këtij procesi. Dhe mendoj që Zelenski gjendet në një situatë jo të mirë, përflitën shumë për aspektin e mbajtjes së zgjedhjeve në Ukrainë, ku realisht rrezikohet edhe leadershipi i tij. Por mendoj që citatet e tilla të Zelenskit janë një lloj presioni i cili dëshiron që për momentin të jetë ai që kërkon me ngulum rrujtjen e territorit, sidomos në pjesët e Donbasit. Gjendjen faktike apo një linja të ngrira. Dhe ky do jetë, mendoj, edhe tërë konstrukti i bisedimeve për Ukrainën është ballafaqur këtë dhe në pikën e Zaporozhit, centralit për energji. Po besoj që për këto më pas na ndihmon regjia dhe me hartat, të cilat edhe do i demonstrojmë le. Çfarë do thoshte Bilali teksa derisa të bëhen gati hartat? Çka do të thotë ndoshta po të ndrohej leadershipit, themi, i Ukrainës më pas, pikërisht për gjithë ato çfarë janë diskutuar dhe të vinte në krye dikush tjetër dhe jo Zelenski. Zelenski, shtëpia jonë Ukraina me partinë e tij ka probleme, ka kundërshtime të radhës ukrainase, parlamentit ukrainas, me disa deputet, pastaj me Klitschko, me burgomasterin, më falni, kryebashkiakun e Kijevit. Por me duket që edhe në krahun ushtarak shpesh kur ka bën ndrrime ka pas frikë që mund të jetë i atakuar apo pretendentët e tij. Zalushkin është një ambasador në Britaninë e Madhe i cili përflitet shumë që mund të jetë trashëgimtari i tij. Dhe gjitha këto kanë një raport jashtëzakonisht të mirë me zëvendëspresidentin amerikan J.D. Vance dhe kjo mendoj që e frigon pak a shumë Zelenskin. Pastaj janë aferat korruptive përbrenda, ku dashtë të shkarkojë një bashkëpunëtorin e tij më të afërt. Dhe gjitha këto e bojnë, më të them, më kompleksive dhe ndoshta mendoj që nuk është situatën më të mirë. A mund bashkë në këto kushte cilat gjendet Ukraina një palë zgjedhje? Ky e di që momentin që bëhet pushimi dhe arrit një marrëveshje paçore, besoj brenda 90 ditëve do të organizohet zgjedhje. Për momentin jo, nuk fritet sepse është goditur për shembull dje, por edhe sot në mëngjes ka pas goditje të forcave ruse, të cilat kanë qenë jashtëzakonisht të ashpra në Kijev dhe rrethin, pastaj në Harkiv dhe pjesën e Odesës. Dhe nuk bëhet fjalë blend për zgjedhje momentalisht. Por ky e di që çdo moment që arrihet pyet sepse ka pas realisht shumë diskutime dhe kam lexuar shumë artikuj se si një palë zgjedhje në një kohë tensionesh edhe mund të realizoheshin. Madje kam parë që mediat në Gjermani kanë shkruar shumë për pozicionin e Zelenskit dhe një pasardhësit të mundshëm të tij në raportin se si do indikonin çështjet thelbësore për cilat Zelenski kishte pronësuar kohë më parë. Po edhe kushtetuta e Ukrainës nuk e lejon zgjedhjet në kushte të luftës dhe gjendje të jashtëzakonshme. Ky çdo herë ka të drejtën si president i vendit, presidenti ka kompetenca të mëdha, ekzekutivi, kryeministri kompetenca më të vogla, është e kundërta dhe në disa vende tjera.